Zërguri keni marrë një epitet të ri tash nga Kurti, nomad. Pse keni pasur? Nomad janë ata që nuk kanë shtëpi e i vetëm në Republikën e Kosovës që nuk ka shtëpi nëse është një qytetar është Albin Kurti. Kështu që nomad nuk është opozita, nomad është Albin Kurti, i cili nuk e ka një vend rezident ku jeton, i cili nuk e ka familje në një vend të gjithën, kështu që besoj që ai është një prej vetet kur e ka ofru këtë epitet për deputet të opozitës, edhe përveç kësaj mendoj që është e pa dinjitetshme që përmes këtyre cilësimeve me u mundu me bë presion te vota e deputetëve të cilët e cila votë garantohet me kushtetutë me gjitha ligjët e Republikës së Kosovës. Po thoni ai që ka nga një vend tjetër, ai ka lind Prishtinë, ka banesë Prishtinë, ka operim Prishtinë. Absolutisht. Se po thoni nuk ka shtëpi, s'ka familje këtu. Nomad është një person që s'ka shtëpi. Unë me soi djalë nuk e ka një vend rezident ku jeton. Por me dollë prej këtyne epiteteve, kemi posë që Avdi Gjiku është taku me kryetarin e nismës Vladimir Limajn, po besoj që aty kanë folë edhe 15 pikat e propozuar në PLDK-s. A keni biseduar me ndonjë parti tjetër, apo ne pa parafrimi me ndonjë prej partive, a keni marrë sinjale që mund të pranu këtë qeveri nacionale të Kryetari i LDK-s përveç me zotrin Limajn është taku me të gjithë liderët e partive opozitore, përveç me kryetarin e lëvizjes së vendosjes është takuar me të gjithë në planin tonë kemi propozuar si publikisht para mediave ashtu edhe kryetari ka propozuar edhe në takimet private që ka pas deri tash nuk ka shenja që ai plan është i pranueshëm edhe partit tjera opozitore, mirë po është deri tani është e vetmja zgjidhje cilën e ka ofruar një parti politike. Përderisa nuk ka zgjidhje të tjera më të mira, ne mbetemi me këtë opsion. A ishte Lima një farmësiti për mbas ndërmjetësues, ose një nga këta njerëzit që Avdi Gjiku tha se është duke dërguar vendosja për ta bërë mundur një koalicion? Jo, nuk besoj që është, nuk e dim, por nuk besoj që është, ata janë takuar në kuadër të takimeve që i mbojnë kryetarët e partive, jo për ndonjë nisitnisë që po e quani. Faleminderit.